dhe ndoshta edhe me djalin tënd, dhe ndoshta me disa që kanë akoma integritet për të biseduar mbi shkrimin, duke vendosur prioritet shkrimin. Ke shumë struktura të mira që ati ka vendosur themelet e shëndosha në urdhërimet në ligjin e përsosur të atit. Në momentin që neve heqim sepse jemi mësuar nga ndarjet, nga ndarjet që ligu ka bere midis nesh dhe ato ndarjet që shikon të kokave të Liviatanit në flamurin tonë, dhe masandaj të njëjtë strukturë që u fuqizua në 300-ën, 400-ën me çdo këshillë, masandaj që neve i bëjmë vëllezër e motra çdo gjë tjetër. Unë lutem ati ta kemi një ditë atë bisede së bashku në përulje, në prioritet të diskutimit çfarë shkrimi thotë. Mesia veta, Krishti tha është shkruar me çfarë një familje, një individ duhet të jetojë. Me atë ligjin e përtërit e 3 që ishin urdhrimet të atit. Po të kalojmë në kapitullu 7, në kapitullu 6, ati na jep strukturën e përsosur të mirë, të qëndrueshme, bekimet që tani dhe të jetës së përjetshme kur ne ecim në urdhrimet e tija dhe lëm trashëgimi dhe mësojmë fëmijëve tanë. Nuk mësojmë si të protestojnë, nuk mësojnë masandaj si të ngrihen dhe të vishen me të zeza, me të bardhe, me të kuqe, apo me vezë, me të tjera, me gjëra të tilla. Ne nuk i mësojmë rrugët e kombeve, sepse janë kotësi, dhe ati thot mos ndiq ato rrugët e kombeve, sepse masandaj ti i pe çfarë bëjnë kombet, dhe unë kështu do veproj, thot pikërisht në atë ligjin e përsosur, që ne në këtë rast si kombe kemi hequr. Prandaj vajtimi i Danielit 9 është në zemrën time, vajtimi dhe restaurimi që në këtë rast po Benin dhe Ezra Baruku masandaj shikon një strukturë të mirë, që ata ishin të zellshëm ndaj restaurimit dhe marrëdhënies së vërtetë të popullit me atin. Ne kemi njerëz që kanë njohuri të shkrimit. Ne kemi një strukturë që në Izrael kur Johanan Gjoni Pagzori erdhi dhe ishin njerëz që ecnin disi në urdhrimet të atit. Vjen fryma e shenjtë në veprat të ty për të fuqizuar njerëz që praktikonin ligjin e atit, apostujt dhe të gjithë ata që ishin në Jeruzalem në ditën e rshajave. Janë struktura evidenca që neve kemi në shkrimin. I fola në mësimin e kaluar te apostullin të Pjetri që shkon te Korneli që ishte njeri i drejtë dhe kishte frikë ndaj atit. Çfarë do thotë të ketë frikë ndaj atit dhe je njeri drejtë? Luka 1:5-6 të vargjet, je panjolla duke ecur në ligjin e përsosur të atit. Korneli ishte një person që stej drejtë duke zbatuar urdhrimet festat biblike të atit, pavarësisht se kishte ato muret që Mesia erdhi të rrezonte të një strukture që ishte vetë zgjedhur në tempull nga farisin saducejtë,